Përshëndetje. Unë që vë flas në këto momente jam Ashtaki Pingji nga planeti Sazan Katraz. Sonte dua t'ju flas për familjet tona. Si në çdo popull tjetër, përveç vlerave që mbartin familjet tona, kemi dhe ne të fortat dhe të qultat brenda sistemit ton interplanetar familjar. Kur isha i vogël më kujtohet që më merrte gjyshi prej dore, edhe gjithmonë duke ecur rrugës më thoshte: "Nipçe, asnjëherë mos shikon mbrapa, se pikërisht atëre të del një puset përpara dhe fup u zhduk gjyshi." Shumë të alarmuar në atë kohë, thrasim ndërmarrjen interplanetare komunale të alarmuar. Nuk gjende gjyshi. Gjithsesi, kur u zgjodh kryetari i ri i bashkisë, gjëja e parë që bëri ishte të na gjente gjyshin. Madje na solli dhe një divan të ri fringo për në kuzhinë që të ulte me nderën gjyshi. Si çdo familje ndërplanetare, edhe ne në Sazan Katraz kemi nga një beqar të stazhonuar në familje. Ne për shembull në familjen tonë Ashtaki Pingji kemi pasur një hall. Hall i thoshim ne, se ishte bërë hall familjes, por në fakt ishte motra e gjyshit. Beqare e stazhonuar. E quanin Roza. Shkurt, se gjatë kishte emrin Spondiliatroza. 69 vjeçe. Fiks për të aplikuar pozicionin e paracaktuar në momentin e dur. Halla Roza, nuk ishte e martuar, sepse Halla Roza ka pasur gjithmonë një parim. Të duash dikë që nuk të do, është njësoj si kur t'i japësh lopës oriz edhe të presësh që në vend të qumshit të bëj sultjash. Imagjinoni se çfarë turiri kishte Roza. Si kaposhi i detit për vitin e ri. Por jo, si kaposhi i detit ishim ne, familja. Ajo ishte si përsheshi për rreth kaposhit të detit. Megjithatë, gjyshi jon i famshëm Ashtaki Pingji Sonjor e kishte shumë merak Halla Rozën. Se thoshte: "E rrit motrën e bën burr, e të del një ditë e diela shqiptare e të nxjerr të palarat në shesh, prandaj duhet që ta ruajmë. Dhe këtë javë tha, është radha jote Nipçe. Ti do ta ruash Halla Spondiliatrozën." Se çati roja Hallës unë, Halla nuk ishte as bisht. Ta kapnin me zor i bënin der, po nejse. Pas 2 orësh më bie telefoni. Zëri gjyshit: "Ku je?" I them: "Me Hallën." "A dole nga shkolla, do me thënë?" I thash: "Jo, e ka marrë Hallën në klasë, gjysh." Gjithsesi, jo vetëm gjyshi, por edhe gjyshja ishte e papar. Në planetin tonë në atë kohë doli moda e xhinseve të grisura. Imagjino, të bleje një palë xhinse të grisura për vetëm 50.000 lek. 50.000 lek janë si sot 500.000 lek. I bleva unë që i bleva këto xhinset, shkova në shtëpi, i kënaqur, fjeta gjumë, zgjohem në mëngjes, bëjt vesh xhinset, mi kishte qepur gjyshja. Po njëherë tjetër që më erdhi një shok, edhe erdhi në shtëpi, sa kishte dalë Wi-Fi, thot: "A keni Wi-Fi ju këtu Ashtaki Pingji?" Kur një t'ju kthyer gjyshja ime, ka ofendonti tha: "Po hapor e frigoriferin, merr çfarë të duash aty, si në shtëpinë tënde. Ç'është kjo punë kështu, na bën si mik ti këtu." Ndërkohë jepeshin lajmet në televizor. Gjyshja nuk dëgjonte mirë nga veshët. Flitej që organizata terroriste e ISIS-it mund të ishte vendosur dhe në Shqipëri. I them gjyshes: "Nena, kam përshtypjen që ISIS-i do të vinë në Shqipëri, madje në lagjen tonë." Qyqa, u alarmua gjyshja. Shtëpia pa rregullu.
Perdhet pavu. Ik shpejt na bli një pak koakullore, ca llokume dhe karamele, se nuk priten miqt duar bosh. Do thoni ju, po tani që do thuash? Tani nuk do them asgjë sepse gjithçka që thash është e kaluar. E tashma sapo iku dhe ndërkohë jam duke ecur drejt të ardhmes me një hap galopant, tamam si një shtikipinxhi i vërtet. Përqafime nga planeti Sazan Katras, nga ne ashtikipinxhët.